Pra, për fat të keq, këto fenomene janë të shtrira dhe dalin përtej rasteve të izoluara. Dhe kjo të bën mendosh që patjetër nuk është një rast i izoluar apo një problematikë e një sektori caktuar, por është një mekanizëm i strukturuar në të cilin paraja ushqen korrupsionin, korrupsioni prodhon mekanizma të cilët gjenerojnë struktura të tilla. Dhe ajo që merret, pra ajo që vilet nga gjithë kjo situatë, sigurisht e çon një stad më të lartë për të krijuar nivele më të larta korrupsioni dhe nivele më të larta shtrembrimit të ekonomisë. Ilir, ti e përmendë pak më herët që edhe ata të rinj që protestojnë ndoshta nuk e kanë mundësinë të blejnë një apartament në këto kulla që ne po flasin apo ndërtime të tjera, apo dhe një apartament në Tiranë, gjithsesi edhe nga ato në godinat ekzistuese të mëparshme. Ato nuk e kam të pamundur. Unë personalisht i përkat shtresës mesme dhe kur flas të gjithë kolegët, flas pedagogët, një njeri normal në Tiranë, as nuk mund të pretendojë që mund të afrohet për të blerë në kushte të tilla. Dhe kjo është pyetja që doja të bëja. Çfarë dëmesh konkrete i shkaktojnë ekonomisë këto parat kriminale? Janë të dukshme. E para problemi kryesor që un kam që shoh me sektorin e ndërtimit është që materializimi i të gjithë të ardhurave të ndershme të punës shqiptarëve në një sektor të vetëm, siç është pasuritë e paluajtshme, ndërtimi, është i gabuar në thelb. Mendoj që ata që merren sektorin e ndërtimit kanë përdorur edhe pikërisht këtë faktor, pra ndjeshmërinë që shqiptarët kanë ndaj vendit të tyre, dhe një pjesë e mirë e blerjes së pasurive të paluajtshme, pra të apartamenteve në Tiranë, bëhen nga emigrantët të cilët ndodhen jashtë dhe dëshirojnë që të kryejnë investimin në Shqipëri, qoftë edhe nëpërmjet një investimi për të siguruar të ardhur, duke dhënë me qira apo ku diun se çfarë. Apo duke patur një pronë për të ardhmen e tyre me një mendje që dikur do të kthehen në Shqipëri. Dhe mendoj që në parim kjo është e gabuar, pasi një përqendrim më tej se ç'duhet i investimit të ardhurave të shqiptarëve në një sektor të vetëm nuk është eficient për të ardhmen. Ndërkohë që këto para mund të ishin investuar në sektor të tjerë, të cilët mund të ishin më produktiv, qoftë për ta, qoftë edhe për vendin. E dyta që do të thoja është që ne po shkojmë drejt një polarizimi të shoqërisë, pasi me rritjen e çmimeve, dhe këtu flasim jo vetëm për çmimin e ndërtimit, por edhe për vetë çmimet e konsumit, një fushë me cilën unë jam marrë mjaft gjatë viteve të fundit, ka ndikuar së tepërmi në rritjen e pavarësisë në vend. Kemi një stres tepër të pasur të shqiptarëve, të cilët përballojnë jo vetëm blerjen e apartamenteve në Tiranë apo në Bregdet, por që po akumulojnë kapitalin vendas prej një periudhe shumë vjeçare, ndërkohë që pjesa më e madhe e vendit relativisht po shkon drejt varfërisë ose e gjen vendin e vet drejt emigracionit. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episodet të reja çdo javë.